Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 11. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka procesuar 100% të rezultateve preliminare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Sipas faqes së KQZ-s, të dhënat janë nga vendvotimet e rregullta, ku nuk përfshihen vendvotimet me kusht, votimi i personave me nevoja të veçanta dhe votimi i jashtë Kosovës. Bazuar në këto rezultate, vetëvendosja del të jetë fituese me 49.34%, PDK me 20.98%, LDK 13.57% dhe AK me 5.66%. Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Bresje të Fushë Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësia e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti, e cila ka bërë të ditur se rreth orës 5 policia ka pranuar informatën për një aksident trafiku me pasoja fatale, ku ishin të përfshirë një automjet dhe një këmbësor. Si pasojë e aksidentit, këmbësori ka ndruar jetë, ndërsa vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Sot shënohet dita e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila i kushtohet nderimit të sakrificës, angazhimit dhe kontributit të veteranëve në luftën për liri dhe pavarësi të Kosovës. Me këtë rast, presidenti Vjosa Osmani ka deklaruar se veteranët e UÇK-s u bën buroj e popullit, zëja dheu dhe shpresë në periudhën më të errët për vendin. Sipas saj, ata janë dëshmi e qartë se liria nuk dhurohet, por fitohet me guxim dhe sakrificë. Për shënimin e ditës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, organizatat e dalja nga lufta do të zhvillojnë homazhe në kompleksin memorial në Prekaz. Kjo ditë shënohet në bazë të ligjit për veteranët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike ka mbajtur mbledhjen e radhës ku ka miratuar të hyrat maksimale të lejuara për termokosin. Bazuar në këto të dhëna, është bërë e ditur se nuk do të ketë ngritje të tarifave për vitin 2026 për qytetarët që ngrohen nga termokosin në Prishtinë. Për sezonin e ngrohjes 2026, tarifat e miratuara nga ZRE janë si për konsumatorë shtëpiak, pamatje 0.76 euro për metër katror në muaj, për konsumatorët komercial institucional 0.95 euro për metër katror në muaj. Astrid Saracini, udhëheqësi i Departamentit për Energji Termike dhe Gaz në ZRE, tha se Termokosi ka dorëzuar aplikacionin tarifor dhe se analizat e bëra kanë përcaktuar të hyrat e lejuara. Ai shtoi se kostet operative janë mbi 7 milion euro, ndërsa të hyrat që do të mblidhen nga tarifat arrijnë në 11 milion euro. ZRE thekson se ky vendim siguron stabilitet tarifor për qytetarët dhe garanton funksionimin e qëndrueshëm të sistemit të ngrohjes në Prishtinë. Kuvendi Komunës së Prishtinës sot mban seancë të jashtëzakonshme. Seanca ka të bëjë me propozim vendimin për miratimin paraprak të listës së veçantë të pronave të paluajtshme të komunës që planifikohen për dhënien në shfrytëzim në vitin 2026. Klubi i basketbollit Trepça po vazhdon përgatitjet intensive për të ruajtur pozitat e larta në Superlig. Për shkak të palestrave të zëna në Mitrovic gjatë numërimit të votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe mungesës së hapësirave të përshtatshme, ekipi ka udhëtuar drejt Gjevgjelis, ku do zhvillojë një kamp 7 ditor përgatitor. Klubi i basketbollit Trepça po vazhdon përkushtimin maksimal për të ruajtur dominimin në basketbollin kosovar. Kampionët në fuqi kanë vendosur të mos njohin pushim, duke organizuar një kamp përgatitor intenziv në ditët e fundit të këtij viti dhe në fillim të vitit 2026. Të hënën në mëngjes, skuadra nga Mitrovica ka udhëtuar drejt Gjevgjelis në Maqedoninë e Veriut, ku do të zhvillojë një cikël shtator përgatitjesh intenzive. Vendimi për zhvendosje jashtë vendit ka qenë i detyruar, pasi palestra minatori është aktualisht e zënë për shkak të procesit të numërimit të votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Sipas njoftimit të klubit, edhe palestrat e tjera në qytetin e Mitrovicës nuk i plotësojnë kushtet e nevojshme për stërvitje profesionale në këtë fazë të sezonit. Për këtë arsye, stafi teknik ka zgjedhur Gjevgjelin si ambientin më të përshtatshëm për përgatitje cilësore dhe pa kompromis. Trepça është lidere aktuale e Superligës së basketbollit dhe synimi është i qartë, përgatitje maksimale për sfidat e rëndësishme që e presin në vazhdim. Pa festa dhe pa pushime, skuadra po punon me intensitet të lartë për të mbajtur nivelin konkurrues dhe për të konfirmuar ambicjet për trofej edhe në pjesën e dytë të sezonit. Fokus maksimal, disiplinë dhe punë pa kompromis. Ky është mesazh i qartë i Trepçës në prag të vitit të ri. Kina ka lëshuar raketa drejt Tajvanit gjatë manovrave ushtarake që sulmojnë blokadën e ishullit. Njësitë e forcave detare dhe ajrore simuluan gjithashtu sulme ndaj objektivave detare dhe ajrore të Tajvanit, si dhe operacione antinëndetse në veri dhe jug të ishullit të qeverisur në mënyrë demokratike, tha ushtria kineze. Parandarjes edhe Kina lëshoi raketa në ujërat pranë Tajvanit verior dhe jugor të martën dhe vendosi anije të reja sulmuese amfibe së bashku me aeroplan bombardues dhe shkatrues në ditën e dytë të stërvitjeve të saj më të mëdha të luftës, duke simuluar bllokadën e ishullit. Komanda kineze e teatrit lindor tha se të shtënat me armë do të zhvilloheshin deri në orën 6 pasdite, duke prekur detin dhe hapësirën ajrore të 5 ishujve përreth Tajvanit. Njësitë e forcave detare dhe ajrore simuluan gjithashtu sulme ndaj objektivave detare dhe ajrore të Tajvanit, si dhe operacione antinëndetse në veri dhe në jug të ishullit të qeverisur në mënyrë demokratike, njofton ushtria kineze. Ta ashtu quajtura misioni drejtësisë 2025, stërvitjet filluan 11 ditë pasi SBA njoftua një paketë rekord armësh prej 11.1 miliard dollarësh për Tajvanin dhe janë stërvitjet më të mëdha të Pekinit deri më sot. Pekini gjithashtu duket se po përdor ushtrimet për të praktikuar goditjen e objektivave toksore, siç është sistemi raketor HIMARS i prodhuar nga SBA-t, një sistem artillerie shumë i lëvizshëm me një rrezë veprimi prej rreth 300 kilometrash që mund të godasë objektivat bregdetare në Kinën jugore. Presidenti i Tajvanit ka deklaruar në një postim se trupat e vijës së frontit ishin të përgatitura për të mbrojtur ishullin, por se Taipei nuk kërkonte të përshkallëzonte situatën. Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit konfirmoi se stërvitjet me të shtëna të vërteta kishin ndodhur në veri të Tajvanit të martën në mëngjes dhe mbeturinat kishin hyrë në zonën e saj të afërt të përcaktuar me 24 milje detare në det të hapur. Ndoqët lajmet në RTK, për këto dhe më shumë informacione, ne do takohemi bashkë në orën 13. Deri atëherë, mirëmbëjtje.